Marsi 2026. Muaji që ndryshon drejtimin e 12 shenjave. Dashuri, para dhe vendime. Një muaj nuk ndryshon gjithmonë fatin, por ka muaj që të detyrojnë të zgjedhësh. Marsi 2026 nuk është i qetë. Ai sjell përballje me të vërteta, mundësi që nuk përsëriten dhe vendime që ndajnë ata që guxojnë nga ata që presin. Disa shenja do të përjetojnë ngritje financiare. Të tjera do të kuptojnë kush qëndron realisht pranë tyre. Dhe për disa, një kapitull mbyllet përfundimisht. Qëndro deri në fund, sepse në fund do të zbulojmë 3 shenjat më të favorizuara të muajit. Dashi. Ky muaj të vendos përballë një zgjedhjeje që e ke shtyrë prej kohësh. Në dashuri, një situatë kërkon sinqeritet dhe vendosmëri. Nëse je në një lidhje, do të vendoset nëse vazhdoni në të njëjtin ritëm apo bëni një hap më serioz. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të ndryshojë mënyrën si e shije dashurinë. Në karrierë, Marsi sjell energji të fortë për iniciativa të reja. Një projekt mund të marrë drejtim të papritur, por pozitiv. Financat përmirësohen nëse shmang rrezikun e panevojshëm. Ky është muaj për guxim, por jo për impulsivitet. Universi të kërkon të veprosh me qartësi. Vendimi që merr në mes të muajit ndikon drejt për drejt muajit të ardhshëm. Mos u frikëso nga përgjegjësia. Rritja vjen përmes veprimit. Demi. Stabiliteti që kërkon fillon të ndërtohet, por kërkon fleksibilitet. Në dashuri, një situatë do të qartësohet. Nëse je në një lidhje, mund të bëhen plane konkrete për të ardhmen. Nëse je vetëm, një person serioz mund të hyjë gradualisht në jetën tënde. Në punë, Marsi sjell mundësi për rritje financiare ose bashkëpunim të rëndësishëm. Mos qëndro në zonën e rehatisë nëse ndjen se meriton më shumë. Financat përmirësohen përmes planifikimit dhe disiplinës. Ky është muaj për ndërtim të qëndrueshëm, jo për lëvizje të shpejta. Universi të teston në durim dhe pjekuri. Një vendim që merr në fund të muajit do të sjellë stabilitet afatgjallë. Qëndro i qetë dhe i vendosur. Binjakët. Komunikimi bëhet arma jote më e fortë. Marsi sjell lajme, takime dhe lëvizje të papritura. Në dashuri, një bisedë mund të ndryshojë drejtimin e një marrëdhënieje. Nëse je vetëm, një njohje përmes komunikimit digjital ose social mund të bëhet serioze. Në karrierë, një ide kreative hap dyert të reja. Mos e nënvlerëso veten. Financat kërkojnë organizim më të mirë, por një mundësi shtesë të ardhurash është e mundshme. Ky është muaj për zgjerim dhe zhvillim personal. Universi të kërkon të mos shpërqendrohesh nga detajet të vogla. Një vendim në pjesën e dytë të muajit krijon drejtim të ri profesional. Beso tek aftësitë tua. Gaforja. Një kapitull emocional hyn në fazë vendimtare dhe kërkon qartësi të brendshme. Marsi sjell reflektim mbi marrëdhëniet dhe mënyrën si e dhën për të tjerët. Në dashuri, nëse je në një lidhje, do të kuptosh nëse ndihesh vërtet i sigurt apo thjesht i mësuar me situatën. Nëse je vetëm, një person nga e kaluara mund të rikthehet me qëllime të qarta. Në karrierë, një projekt i lënë pezull rifiton rëndësi. Financat kërkojnë organizim dhe shmangje të shpenzimeve emocionale. Ky është muaj për të mbrojtur energjinë dhe për të vendosur kufi. Universi të shtyn të mos sakrifikosh më veten për qetësi të përkohshme. Një vendim në fund të muajit krijon stabilitet afatgjallë. Mos u frikëso të thuash atë që ndjen. E vërteta çliron dhe hap rrugë për marrëdhënie më të shëndetshme. Luani. Drita rikthehet mbi ty dhe Marsi të vendos në qendër të vëmendjes. Ky muaj kërkon vetbesim të kontrolluar dhe vendime të menduara. Në dashuri, një situatë do të qartësohet. Nëse je në një lidhje, do të vendoset nëse marrëdhënia forcohet apo ndryshon drejtim. Nëse je vetëm, një person me energji të fortë mund të tërheqë.
Në punë mund të vlerësohesh për përkushtimin dhe kreativitetin. Një mundësi për avancim është e mundshme. Financat përmirësohen nëse shmang rrezikun impulsiv. Ky është muaj për të ndërtuar reputacion dhe stabilitet. Universi të kërkon të balancosh krenarin me maturin. Një vendim në mes të muajit krijon ndikim të fortë për pjesën tjetër të vitit. Mos u nxit nga emocionet. Zgjidh me strategji dhe qartësi. Virgjëresha. Riorganizimi bëhet prioritet dhe Marsi të kërkon të rishikosh planet. Një situatë që ka krijuar pasiguri fillon të qartësohet. Në dashuri, komunikimi i sinqert bëhet thelbësor. Nëse je në një lidhje, mund të diskutohen plane konkrete për të ardhmen. Nëse je vetëm, një person praktik dhe serioz mund të hyjë në jetën tënde. Në karrierë, një mundësi e re kërkon analizë të kujdesshme. Financat përmirësohen përmes disiplinës dhe kontrollit. Ky muaj favorizon ndërtimin e një baze të fortë. Universi të kujton se jo çdo gjë duhet të jetë perfekte për të funksionuar. Një vendim në javën e tretë të muajit krijon stabilitet afatgjatë. Mos e nënvlerëso fuqinë e organizimit. Çdo hap i vogël i menduar mirë të afron drejt suksesit. Peshorja. Balanca që ke kërkuar prej kohësh vihet në provë gjatë këtij muaji. Marsi sjell situata që kërkojnë vendime të qarta në marrëdhënie dhe bashkëpunime. Në dashuri, nëse je në një lidhje, do të përballesh me një bisedë që qartëson drejtimin e përbashkët. Nëse je vetëm, një person mund të hyjë në jetën tënde në mënyrë të papritur, por me qëllime serioze. Në karrierë, një bashkëpunim i ri mund të hapë mundësi zhvillimi. Financat kërkojnë organizim dhe maturi, sidomos në mes të muajit. Ky është muaj për të mos qëndruar në mes të dy zgjedhjeve. Universi të kërkon të vendosësh për veten, jo për të kënaqur të tjerët. Një vendim në javën e fundit të muajit krijon stabilitet emocional dhe profesional. Zgjidh me qartësi dhe mos e shtym me atë që e di se duhet bërë. Akrepi. Transformimi bëhet tema kryesore e këtij muaji dhe disa të vërteta dalin në dritë. Marsi sjell intensitet në marrëdhënie dhe vendime që nuk mund të shmangen më. Në dashuri, nëse je në një lidhje, do të kuptosh nëse ndihesh vërtet i përkushtuar apo thjesht i lidhur nga zakoni. Nëse je vetëm, një njohje e fortë emocionale mund të lindë papritur. Në karrierë, një mundësi e re kërkon guxim dhe strategji. Financat përmirësohen nëse shmang rreziqet e panevojshme. Ky muaj favorizon rilindjen personale dhe largimin nga situata toksike. Universi të kërkon të mos mbash më sekrete që të rëndojnë. Një vendim i guximshëm në fund të muajit ndryshon drejtimin e vitit. Beso tek instinkti dhe mos prano më pak se sa meriton. Shigjetari. Zgjerimi dhe lëvizja janë në qendër të këtij muaji dhe Marsi sjell mundësi që kërkojnë vendim të shpejtë. Në dashuri, nëse je në një lidhje, mund të bëhen plane për udhëtime ose projekte të përbashkëta. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të vijë përmes lëvizjes ose rrjeteve sociale. Në karrierë, një ide e re hap një drejtim të ri profesional. Financat përmirësohen përmes guximit të kontrolluar dhe planifikimit. Ky është muaj për të dalë nga rutina dhe për të ndjekur vizionin personal. Universi të shtyn të mos qëndrosh në vend vetëm nga frika e ndryshimit. Një vendim në javën e dytë të muajit krijon efekt zinxhir në muajt pasardhës. Qëndro optimist dhe vepro me qartësi. Britsjapi. Përgjegjësia dhe ambicia marrin një peshë më të madhe gjatë këtij muaji. Marsi të vendos përballë vendimeve që ndikojnë stabilitetin afatgjatë. Në dashuri, nëse je në një lidhje, do të kërkosh siguri dhe përkushtim të qartë. Nëse je vetëm, një person serioz mund të hyjë në jetën tënde përmes punës ose rrethit profesional. Në karrierë, ky është muaj për avancim dhe projekte të rëndësishme. Një mundësi mund të vijë papritur, por kërkon disiplinë dhe organizim.
Financat përmirësohen përmes planifikimit të kujdesshëm. Universi të kërkon të mos dyshosh në aftësitë e tua. Një vendim në javën e tretë krijon bazë të fortë për muajt e ardhshëm. Mos u nxit nga presioni i jashtëm. Qëndro i fokusuar dhe vepro me maturi. Suksesi ndërtohet hap pas hapi. Ujori. Ndryshimi është i pashmangshëm dhe ky muaj të fton të mendosh ndryshe. Marsi sjell situata që kërkojnë guxim për të dalë nga rutina. Në dashuri, nëse je në një lidhje, do të kërkosh më shumë hapësirë dhe komunikim të sinqertë. Nëse je vetëm, një person me energji të veçantë mund të shfaqet papritur. Në karrierë, një ide inovative mund të jap avantazh profesional. Financat përmirësohen përmes strategjive moderne dhe planifikimit afatgjatë. Ky është muaj për të ndërtuar diçka që pasqyron identitetin tënd të vërtetë. Universi të shtyn të mos pranosh kufizime të panevojshme. Një vendim në fund të muajit krijon drejtim të ri personal. Mos e nënvlerëso intuitën. Ajo të drejton drejt zgjedhjeve më autentike. Peshqit. Intuita bëhet udhërrëfyesi kryesor dhe Marsi sjell momente reflektimi të thellë. Në dashuri, nëse je në një lidhje, do të kuptosh nëse ndihesh vërtet i përmbushur emocionalisht. Nëse je vetëm, një njohje shpirtërore mund të lindë përmes një situate të papritur. Në karrierë, një projekt kreativ ose bashkëpunim artistik merr vëmendje. Financat kërkojnë maturi dhe kontroll, sidomos në pjesën e parë të muajit. Ky është muaj për të hequr iluzionet dhe për të parë realitetin me qartësi. Universi të kërkon të mos krahasosh rrugën tënde me askën tjetër. Një vendim në mes të muajit sjell paqe dhe stabilitet emocional. Qëndro i qetë dhe beso tek procesi. Çdo hap i vetëdijshëm krijon drejtim më të sigurt për të ardhmen. 3 shenjat më të favorizuara të Marsit 2026. Luani. Bricjapi. Akrepi. Nëse je gati për ndryshimin që sjell Marsi, shkruaj në koment, gati për Marsin. Mbështete kanalin me një like që ky mesazh të arrijë tek më shumë njerëz. Abonohu dhe aktivizo për të mos humbur sinjalet e ardhshme. Shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për këtë paralajmërim.